Jam ashtu të brenda. Fundi politik. Shqiptar që ka qëndruar pranë nesh në momentet më të rëndësishme të historisë sonë. Në këtë ditë kujtojmë edhe një nga dokumentet më me ndikim në historinë politike të botës, Deklaratën e Pavarësisë. Ajo nuk ishte vetëm shpallja e lindjes së një shteti të ri, ishte shpallja e një parimi që vazhdon të frymëzojë popujt anë mban botës. Udhëtori dhe Shqipërisë ku që ka mundësi. Dhe shoh që një 5.000 panë shoqëri, një panë vëllezërve të thyt, dirë mori herën nga hamallat tona, na shikoj pas ta kam mbush porta më.
sepse është i veprim i qëllim dhe i kundërligjshëm. Prona është pronë. Unë marr pjesë në protestë Londër, marr pjesë në protestë Shqipëri vetëm në 3 shtylla. Atë dhe pronë dhe amanetit parëve tonë. Bravo! Respekte gjithë udhëtoni dhe Shqipërisë. Thuaj rivëllezëve tuaj, thuaj kryeplagët të fshatrave, ata janë të gjithë të emëruar, ka 30 vjet që nuk ka kryeplak zgjedhur, është kryeplak i emëruar, nuk ka këshilltar të zgjedhur, është këshilltar i emëruar, nuk ka kryeplagëshek zgjedhur, është kryetar i emëruar, nuk ka kryeminist të zgjedhur, është kryeminist i emëruar, nuk ka president të zgjedhur, është president i emëruar. Bravo! Për votën popullore dhe populli të ushtrojë pushtetin e tij. Zoti ju bekoft. Sa për pseudo policinë e shtetit, ne me ujë, ju me kur. Ju jeni seksion i partisë shtet, jeni band kriminale dhe do përgjigje.